Rreth 20 deputet nga grupe të ndryshme parlamentare kanë marrë pjesë në shënimin e ditës ndërkombëtare të vullnetarizmit të organizuar nga Kuvendi dhe Kryqi i Kuq. Kreu i Kuvendit Afrim Gashi ka falendëruar vullnetarët që veprojnë në vendin tonë, njoftoi se me aktivitete të ndryshme së bashku me deputet kanë shënuar këtë ditë duke vizituar qendra të rëndësishme të Kryqit të Kuq. Tha se viti në ardhje do t'i kushtohet vullnetarizmit dhe deputetët do të jenë më aktiv në këtë aspekt. Bashkë me disa deputet, sot ishim aktiv në disa qendra të rëndësishme të Kryqit të Kuq, u ndam në disa grupe dhe bëm edhe ne një veprim të vullnetarizmit me veprimet e tona si njerëz dhe i dham kohën e duhur këtyre njerëzve që kanë nevojë. Dua të shpreh falënderim për 5.000 vullnetarët që aktivisht punojnë në vend dhe janë gjithmonë aty ku ka nevojë njerëzorja dhe humanizmi. Për aktivizmin e tyre dhe rëndësinë e vullnetarëve, foli edhe sekretari i përgjithshëm i Kryqit të Kuq, Said Saiti, i cili shtoi se nga sot fillon fushata për ngritje të vetëdijes shoqërore për rëndësinë e vullnetarizmit. Domethënë jemi këtu që sot në mënyrë të veçantë, posaçme domethënë dërgojmë një mesazh në gjithë ato që na ndjekin e na shohin se puna vullnetare, vullnetarizmi është një vlerë e paçmim, diçka që nuk mund të prodhohet përveç se të dhurohet. Është momenti kur sot ne fillojmë edhe me aktivitetet që kanë bëjnë me ndërgjegjësimin ose ngritjen e vetdijes të faktorëve shoqëror për vullnetarizëm. Për aktivizmin e vullnetarëve foli një nga shumë vullnetarët që kanë ndihmuar institucionet në tragjedinë e Koçanit. Aleksandra Sokolova, që vetë ishte e goditur nga kjo tragjedi e madhe, tha se vullnetarët kanë dhënë ndihmë të madhe në këtë rast. Unë isha pjesë e grupit që u goditën nga kjo tragjedi. Me një reagim të shpejtë, të gjithë vullnetarët nga i gjithë vendi morën pjesë dhe ishin në teren në Koçan, që nga momenti i parë ishin të shpërndarë gjithandej, si nëpër spitale dhe shtëpi të shëndetit, po dhe nëpër të gjithë qytetin. Dita ndërkombëtare e vullnetarizmit më herët është njohur si Dita ndërkombëtare vullnetare për zhvillim ekonomik dhe social. Ndërkaq, 5 dhjetori është data ndërkombëtare e caktuar nga Kombet e Bashkuara që nga viti 1985. Ajo ofron një mundësi për organizatat vullnetare dhe vullnetarët individual për të dhënë kontributet e tyre në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar për arritjen e objektivave të zhvillimit.